A e dini se një nga ikonat më të mëdha të artit shqiptar, Margarita Xhepa, u rrit jetime që në moshën 9 vjeçare? Sot në ditën e saj të lindjes, që përkon me ditën e nesërme, me 1 vjetorin e ndarjes së saj nga jeta, ju sjellim historinë e zonjës së madhe të skenës shqiptare, protagoniste së mbi 100 roleve në teatr dhe 30 roleve në kinematografi, artiste së popullit Margarita Xhepa. Kur ishte vetëm 9 vjeç, nëna e saj, 28 vjeçare, u nda nga jeta nga tuberkulozi. Pak vite më vonë u nda nga jeta edhe babai i saj. Margarita dhe 3 fëmijë të tjerë, 2 motra dhe vëllai, të mbetur jetim, u rritën nga halla e tyre, Naunka, që e kishte shtëpinë ngjitur me shtëpinë e tyre. Margarita kujtonte në intervistat e dhëna, sa ishte gjallë, se kur po bënte punët e shtëpisë, një gjë e rëndë i bie në kokë. Burri i hallës i kërkoi të shoqes, pra hallës së saj, të shkonte të shihte ç'ka ndodhur. Aty çifti vendosi të kujdesej për 4 fëmijët e mbetur jetim, edhe pse vetë kishin 5 fëmijë. Margarita Xhepa lindi më 2 prill 1932 në Lushnjë me emrin Margarita Prifti. Ajo u martua me regjisorin Xhavit Xhepa, me të cilin ka 2 fëmijë, Ndriçim Xhepa, që ndoqi rrugën e të ëmës si aktor i suksesshëm, dhe Sokol Xhepa mjek. Margarita Xhepa pas shkollës fillore ndoqi liceun artistik Jordan Misja, duke hapur kështu përgjithmonë rrugët e artit. 3 filmat e saj ikonik, Dimri i Madh, Koncert në vitin 36, apo Bolero në Vilën e Pleqjve, një realizim i kryer në vitet e demokracisë, e kanë skalitur figurën e saj artistike në memorien e gjithë kombit. Sa ishte gjallë, Margarita Xhepa u vlerësua si artiste e popullit, nderi i kombit, apo edhe me urdhrin Gjergj Kastrioti Skënderbeu. Margarita Xhepa u nda nga jeta më 3 prill të vitit 2025, vetëm një ditë pasi kishte festuar ditëlindjen e saj të 93. Gjithë jetën e saj kontribuoi jo vetëm në skenë, por edhe në shoqëri. Edhe pse filloi karrierën e vet si një vajzë e rritur jetime, asnjëherë nuk e ndau nga goja Lushnjën ku u rrit me dashuri edhe mirënjohje nga të gjithë qytetarët.